Pas shpinës time, është vendi ku është vrarë efektivi i policisë Ardian Kodra. Ai mësohet se është qelluar sapo ka dalë nga automjeti, ku kishin ardhur për të arrestuar shtetasin David Qosja. Në vendin e ngjarjes, gjatë ditës së sotme, kanë mbërritur ekspertë të policisë, si dhe të prokurorisë, të cilët po kryen veprimet. Makina me të cilën lëvizte Ardian Kodra ndodhet akoma në vendin ku ai u vra ditën e djeshme. Ekspertë të kriminalistikës dhe hetues të prokurorisë janë kthyer sërish gjatë mëngjesit të së shtunës në vendin ku ndodhi ngjarja e rëndë. Ata kanë kryer edhe një herë akt ekspertimin e ngjarjes nga fillimi për të zbardhur mënyrën se si u vra efektivi policisë Ardian Kodra. Siç shihet dhe nga këto pamje, Kodra sapo ka zbritur nga dera e paremjetit, e cila deri në mëngjesin e sotëm kur u krye ekspertiza u mbajt e paprekur, është shëlluar me një plumb në krahëror nga ana e David Qoses. Në mjetin që drejtohej nga ana e Kodrës, duken edhe shenja të tjera plumbash, pasi autori shkreu breshërinë ndaj mjetit të policisë. Në momentin e ngjarjes, këta të fundit kanë qenë 30 metra larg banesës së autorit. Nga shkëmbimi i zjarrit mes autorit të krimit dhe policisë, duken qartë edhe shenjat e plumbave në banesën e familjes Qosja. Fqin të 27 vjeçarit Qosja thonë se kanë kaluar orë tmerri gjatë pasdites së djeshme. Ata rrëfen si jetonte i vetëm dhe nuk kurohej për problemet që kishte me shëndetin mendor. Tmerri jashtëzakonisht, në krizë meteore me ton familjen. U largum na hoqi policia nga shtëpia edhe mboi gjendjen në kontroll. Në orën 1 sadi se ka nisaj, deri në 6 sadi se ka marru orë tmerrit. Ndërkaq, policia e Lezhës bën të ditur se autori i krimit David Qosja nuk ka planuar të flasë asnjë fjalë para hetuesve, të cilët kanë tentuar që ta marrin në pyetje në lidhje me ngjarjen.